Çdo vendim që merret nga gjykata kushtetuese gjithmonë ka qenë i respektuar dhe i zbatuar nga Partia Demokratike e Kosovës, që koalicioni i ardhshëm qeverisës për me pas stabilitet do të me mendu qysh me pas 80 vota. Neshëm në takimin e ftuar nga presidentja e vendit, ku diskutuam edhe për mundësinë e datës se organizimit të zgjedhjeve tashme. Unë shpreh keqardhjen që kemi ardhur deri në këtë moment, nuk ka pas asnjë arsye, ka pas më shumë se një alternativë. Përgjegjësia kryesore normalisht i bjen partisë fituese, partisë më të madhe, sepse ka mujt me dhënë vendit president. Ne dim kalumën çush ka shku, zgjedhja e presidentit historikisht në Kosovë ka ndodhur me marrëveshje politike. Gjitha periudhat. Ne si Partia Demokratike e Kosovës kemi qenë mjaftueshëm konstruktive dhe të hapur dhe kemi bërë gjitha përpjekjet e nevojshme që vendit me dhënë president. Unë nuk më vendos vijat kuqe asnjëherë në bashkëpunim me asnjë subjekt politik. Kun fol që ka mundësi edhe për marrëveshje politike parse me kriju qeveria, nuk e kemi prit as kantedera për me naftu, mirë po nuk kemi qenë refuzues as për këtë çështje. Ju kum përgjigj gjitha ftesa për takime, nuk më shkon ato detalet se ku po mo takimi, kur u bë ftesa, çu u bë ftesa, krejt ka qenë qëllimi që vendit me dho institucione, vendit ketë stabilitet politik, institucional dhe mos të vazhdohet me këto blokada. Megjithatë, kërkesa jonë ka qenë e qartë, fillimisht marrëveshja politike dhe pastaj ne t'i dhojmë emrat, sigurisht emrat e dinjitetshëm që i kanë gjitha atributet dhe karakteristikat e nevojshme që me qenë president apo presidente e vendit që me reprezentu vendin në mënyrë më të mirë të mundshme. Nuk kemi pas marrëveshje paraprake politike, është kërku emri, fillimisht kanë thonë nuk do të ketë emra subjektit politik, kanë propozu një emër, pastaj kanë ndërruar emër, kanë dalë me 2 emra dhe unë e vrej edhe sigurisht shihet qartë, tashmë veç është konstatu që nuk ka pas një vullnet lot politik nga partia fituese që vendit me i dho stabilitet institucional. Nëse s'kish me i pëlqy marrëveshja me Partinë Demokratike, ka pas mundësi me Lidhjen Demokratike, ka pas mundësi me presidenten dhe për ma tepër nuk e ka ftu fare as në biseda Partinë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Tash, ne e shprehëm qëndrimin tonë, ne dim që një ndërgu disa shkresa, a do t'i trajton gjykata kushtetuese si të pranueshme apo të papranueshme në gjykatën kushtetuese. Çdo vendim që merret nga gjykata kushtetuese gjithmonë ka qenë i respektuar dhe i zbatuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Unë besoj që presidentja e ka analizu mirë veprimet e veta, ka vepruar përputhje me detyrime dhe përgjegjësitë e veta, megjithatë vendimi i gjykatës kushtetuese është i pranueshëm për Partinë Demokratike e Kosovës. Ne mund ta komentojmë, po me interpretu kushtetutën është vetë gjykata kushtetuese. Cila do të jetë data e zgjedhjeve? Cila datë që të caktohet nga presidentja e vendit në përputhje me afatet ligjore dhe kushtetuese? Zotri Hamza, jeni të gatshëm për zgjedhje? Po sigurisht se ne nuk zgjedhjet janë totalisht pa nevojshme. Janë të lodhshme edhe për shtetërorët e Kosovës, janë të kushtueshme edhe për reformat, edhe gjitha zhvillimet tjera, për te që e kanë edhe një kosto financiare. Mirë po, asnjë parti politike nuk ka mujt me dho vendit president për jashtim partia fituese. Gjithë bashk, ne nuk kemi mujt me zgjedh presidentin. Lëvizja vetë vendose me cilën do prej subjekteve politike ka mujt me dho vendit president. Megjithatë, nëse kemi mri, e tashmë është e qartë, ne po flasim për datën kur do të jenë zgjedhjet, se është zgjedhjet më janë pashmangshme, Partia Demokratike e Kosovës i ka strukturat, i ka organizimi, ka gjitha, dhe unë jam i bindur që do kemi rezultat shumë atë mirë se sot që kemi pas me 28 dhjetor. Do ta keni atë rezultat Zoti Hamza që do të mundni pas zgjedhjet pra presidentit, duke marrë parasysh që kush mundet të vrinë 80 vota mas zgjedhjeve të reja. Sot do të me pas qartë që koalicioni i ardhshëm qeverisës për me pas stabilitet do të me mendu qysh me pas 80 vota. Ju e keni ndëgjuar deklaratat. Fillimisht certifikimin e rezultateve, pastaj konstituimin e kuvendit, qeverin, marrëveshjet ndërkombëtare, buxhetin dhe presidentin. Nuk shkon ashtu. Domethënë nuk është çështja e presidentit që mundesh me adresua sekondat e fundit. Domethënë është çështje serioze dhe duhet trajtohet seriozisht.